A ka kategori personash që janë më të rrezikuar nga komplikacionet që mund të shkaktoj kolla? Patjetër. Janë smurët ata që tham, smurët me probleme kardiake, janë smurët me probleme pulmonare të vazhdueshme kronike, kur hyn SPO, kur hyn astma, emfizema pulmonare, fibroza pulmonare, pacient me diabet, pasi ata kanë një shpeshti dhe një risk më të lartë për komplikacione edhe nga gjendjet inflamatore, mosha e vjetër, mosha shumë e hershme e fëmijëve që thamë e bebeve, sepse ata nuk kanë mekanizmat aq të fuqishëm sa një individ tjetër, që këta do ta marrin më me seriozitet. Shpeshherë njerëzit diabetik mund mos kenë kollë, mos kenë temperaturë, të kenë pneumoni, ose mund të kenë komplikacione e kollës, sepse kolla është një refleks që ka një momentin që ndodhet procesi i kollës një presion shumë të lartë dhe njerëzit shpeshherë kanë dhimbje kokën pas kollës. Mund të kemi sinkop pas kollës, domethënë që të bie dhe gjendje fikti me një kollë shumë të fortë. Po mund të kemi edhe një pneumotoraks në një plasje të cipave të mushkërisë në gjuhën popullore nga një kollë shumë e fortë. Kështu që kolla në vetvete, nga që është një proces me një presion intratorakal shumë të lartë dhe ky presion shkon gjithandej, në raste shumë të rralla ka komplikacione serioze. Patologjitë kronike dhe njerëzit me një moshë të caktuar duhet të bëjnë kujdes shumë sigurisht si për çdo patologji tjetër dhe për kollën nuk duhet ta lënë në kohë të gjatë, sepse mund të marrë patologji më të rënda se sa një person që është aktiv, që është i ri, që nuk ka shumë smundje shoqëruese.